Fondi Monetar Ndërkombëtar Banka Botërore, tani do të gjë shkullaku me Tan Hoxha. A kupton ti çfarë kanë drejtë në tyre, po pse më ti s'do doroni asnjëri? Do të dëgjosh me këtë të dëgjoj, patjetër. Të po them që nuk mund të rrim tani të ne nuk themi nëse ska investimet tuaja. Banka Botërore borxhi. Unë po flas për referencë Bankës Botërore dhe sqaroj për atë që thotë. Disi kjo punë është njësoj sikur të marrë libër fizike, edhe të bëj referencë librit, edhe të flas me fizikan. E çfarë do ti them? Thebori shiko se libri thotë shumë. Ne hym tani te pjesa politike, po s'kemë aksept me shifra. Sektori në Shqipërinë 44 muaj më parë kishte 52% humbje nga shpërndarja e regjisë elektrike. Kur në 2013? Në vitin 2013, 52% humbje. Ose është e vërtet. 52%. Në vërtet. Humbje në rrjet. Ku përfshihen edhe vjedhjet. O shkullak, a ka mundësi mos ndërpresësh? Po janë rritur. Po se the një gjë pa vërtet. Kë thash pa vërtet? Janë rritur nga 30.38% në vitin 2010 në 31.34% në vitin 2015. Humbjet përfshin vjedhje, humbjet në rrjet, transmetimi përfshin vjedhje. Sipas raportit të erës. Çfarë thotë ky? Ore ishte 52% humbje, po them, ose janë mbasi u përzun ata. A 52% humbje në rrjet apo humbje? 52% humbje për zotëri, humbje. Jo për transmetimin, nga mospagesa, nga historia. Ishte mbi 1 miliard borx, 1.1 miliard borx, si shumë thërë. E fillun në vitin 2007 me 0, sepse ndanë 3 pjesë kompanin, edhe nga 2007-2013, vetëm nga janari në gusht, kanë akumuluar këta $125 milion borx. E kuptoni? Mos e fusin në dilin nga 2013 akte. Në një vënd ku gjysë pas pagutë energji, e gjysë pas pagutë, ta më thonë mu ishe më mirë. Ishe më mirë. Ore nuk po diskutosh me qeverinë e Sali Berishës në Rama. Do të diskutosh me premtimet të tua elektorale. Do të marrë arsimin. Jo, do të marrë këtë. Të marrë gjithë sektori dhe të bëj pyetje konkrete. Juve vazhdoni, është punë. Kush janë këta sektor që ka dështuar lësia njerë? Se ke gjithë shfushatën elektorale që delën për Shqipëri dhe thua, ka sektor që kemi dështuar pak tepsis, partisë tepsis. Mund të di cilat sektor ka dështuar? E para punës që këtë se kam thënë kur dhe më vjen keq. Çfarë ka thënë?